Avokat, ju pak më përpara thatë që Belinda Balluku, zotës kryeministri, është agjente grekëve. E ka thënë profesor Pilinçi, të njoh mirë i ka thënë, e di që e agjente shërbimit sekret grek, e di që ke dhe gradën togere, e di që ke gënjur i ka thënë që ke bërë shkollë, s'ke bërë shkollë, ja ka thënë ai, unë thjesht kam përsërit për ato që thotë zoti Pilinçi, se unë nuk kam vajtur pas Ballukës. Ato kam përsëritur dhe kam thënë dhe prap i besoj ato që ka thënë profesor Pilinçi dhe i di që do bëhen. Se janë bërë dhe ato që ka thënë, deri tani janë bërë që ka thënë, do bëhen dhe ato që thotë tani e tuti. A mendoni që zonja Balluku do jetë pasardhëse kryeministri Edi Rama në partinë e vet? Jo. As bëhet fjalë fare nuk mund të bëhet. Nuk mund të bëhet sepse nuk do bëhen zgjedhje. Ata dëgjoj ajo do vej brenda, do arrestohet. Ajo bashkë me ato dy tjerat, me Olta Gjaçkën dhe me këtë kryetarin e parlamentit. Kështu ka thënë profesor Pilinçi, i cili komandon BK-n, Byrën Kombëtare të Hetimit, i cili komandon Sparkun, i cili ka marrëdhënie dhe komunikim të vazhdueshëm me agjentët e FBI-s amerikane që kanë ardhur këtu dhe që janë të Sparku dhe ju i dini. Pra, ai ato që thotë i ka bërë dhe janë bërë dhe do bëhen. Kështu që nuk ka të mos ketë asnjë shpresë, as Belinda Balluku as ndonjë tjetër. Do vënë në burg. Do vënë në burg dhe oligarkët që nuk justifikojnë dot parat për pronat që kanë bërë. Avokat, shumë faleminderit për kohë. Avokat, ju thoni që misionari Pëllum Pilinçi ka bekimin e amerikanëve, ndërkohë që Berisha thotë që drejtuesi i fushatës së vet ka qenë drejtuesi i fushatës së Donald Trumpit dhe po thotë që ka një lidhje me presidentin amerikan. Doktor Berisha, më nje dhe të njoh mirë. Mos gënje. Mos gënje. Personi që ka ardhur aty, që do bëj që kërkon ti të bëj fushatën, që nuk do të arrijë ta bëj fushatën, është një person me precedent penal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është i dërguar i Donald Trumpit. Jo më larg se para 3 ditësh Shtëpia e Bardhë ta dërgoi ultimatumin dhe tha ty dhe Ilir Metës nuk do të hiqet non grata. Pse i gënjen demokratët? I gënjen që ti mbash akoma rreth vetes? Mos gënje, po ta them ball për ball këtu, s'kam ball për ball, po do më shikosh. E di do më shikosh, ose ti ose segmente tu. Se na ke tradhtuar zotëri, ke shërbyer interesave greke që kur ke marrë pushtetin për parë dhe sot e kësaj dite. Ti që pret që ke ndihmën dhe kishe dhe akoma ke ndihmën e Nikola Gazojanit nga lobi grek në Amerikë. Je ti që u shërben interesave greke në Shqipëri. Je ti që pranove që të miratoj ligji 7501. Je ti që nuk u ke kthyer pronarëve të ligjshëm. Je ti që ke përjashtuar të djathët e Mirëfillt nga pushteti në Shqipëri. Ti bëj këto akuza zotëri dhe të ftoj, po të hedh dorashkën, të dalëm në televizion të bëjmë debat bashkë. Avokat, çfarë ndodh nëse Berisha rikthehet të një pushtet? Nuk bëhet. Vetëm po të ngjallet babaim, po, mund vi. Jo, nuk vjen më. Është e pamundur vi më. Sepse nuk do vi më, se ata që ndihmojnë dhe që ndihmuan deri dje për të ardhur në pushtet, ata i kanë thënë non grata zotëri. Dhe ka mbaruar ajo punë. Nuk do vi më në pushtet. As Sali Berisha edhe Edi Rama do ta dorëzoj pushtetin. Të dy partitë e mëdha që kanë bërë bashkë PDPS, barës PPSH. Zotëri, e dini shumë mirë që në 21 prill të vitit 2008 u rigrupua, u riformua dhe u riorganizua Partia e Punës së Shqipërisë me marrëveshjen që bën të dy partitë PDPS, që janë e njëjta parti natyrisht, dhe që janë parti tradhtare të interesit kombëtar. Që të dyja nuk do bëhet ajo që tham, nuk do bëhet qeveritë ashtu. Nuk do bëhen zgjedhje, ka mbaruar ajo punë, por edhe njerë po u drejtojmë, socialistët janë në rregull, s'kam punë me ata. Dhe janë vërtet në rregull, se ata në pushteti din mirë punët e tyre dhe të bëjnë çfarë duan, kanë para të bëjnë fushat dhe të bëjnë. Por u them demokratëve të ndershëm, juve demokratëve të djathtë, ju që i keni vajtur Saliut mbrapa bashkë me mua, duke menduar që ishte i djathtë, largohuni prej tij, bëni zgjedhje, kundështoni listat e hapura dhe bëni zgjedhje të ndershme që të dalin vërtet ata që janë për të dalën politikën shqiptare. Jo agjentët e Beogradit, jo agjentët e Fazliqit,
jo agjendët e Mitsotakit, jo agjendët e ati Putinit. Avokat, kur ishte momenti kur ju nuk e besuat më Berishën, pasi në shumë raste keni qenë shumë mbështetës ndaj tij? Është shumë e vërtet dhe të falenderoj shumë për pyetjen që më bëre. Deri në vitin 2005, unë kam qenë jashtë shtetit. Dhe sa herë që bëheshin mbledhje, protesta në Tiranë, se nuk e dija se veprimtarinë e nëndeshme që ka bërë Sali Berisha me grekët, vija në çdo protestë dhe mirja pjesë këtu, në Tiranë. Kur erdha në 2005, pash që na solli në kryesi të PD-s, bëri një tashu quajturit kop si kishte ai, kopi, dhe solli Lulushin, o Lulushin nga na erdhi, Lulushin se kishim parë ndonjëherë protesta. Pra, veç Lulushit, pash që nuk kishte asnjë të djathtë të mirëfillt, po veç asaj dhe më e rënda, më të mëshme ishte që pash që solli Arbeni Mamin prap, Arbeni Mami në 97 doli me kostum generali në Sarand dhe Arbeni Mami vinte 2 herë dita në Sarand Korfus në 97. Ky e vuri prap atje. Gencerulin prap, e të tjerë spion që i mbajti hua. Asnjë të djathtë, asnjë të përndjekur, asnjë nga ata që kanë shkrir jetën burgjeve. Asnjë lek nuk u dha talli me të përndjekurit politik që u jepte gjas me dëmshpërblim. Zotëri, të përndjekurit politik të burgosur shqiptar kanë ndërtuar Shqipërinë. Thanë kënetin e Maliqit, kanë bërë aeroportin e Rinasit, kanë bërë veprat më madhështore që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri dhe ata e kanë paguar me gjak dhe me jetë njerëzish. Vetëm nga familja e profesor Pelinçit janë 11 të vrarë e të pushkatuar. Përveç internimeve e dëbimeve, më të thash. Avokat, kështu që të konkludoj. E pash mirë që nuk ishte me ne, kam vajtur në foltoren që kishte në Kamës. Isha në rrugë, në fakt, ja thash, hajtë vemi shumë qarë bëhet. Dhe atje nuk kam vajtur për ta, nuk të erdha për të mbështetur zoti Berisha, zoti Sali. Po erdha dhe thash me që ke mundësin që të ngrësh popullit, të nxjerrësh në rrugë ngrej që të rrëzojnë Edi Ramën. Po ku ta dija unë se ti ishe agenti i Edi Ramës dhe i vën nga Partia e Punës dhe nga Enver Hoxha për të groposur të djathtën. Prandaj të them, hajde të dalim në ballafaqim zoti Berisha të bëjmë bashkë një intervistë të këndshme ku të duash ti. Berisha ka bërë atë që bënte Enver Hoxha, ka kopjuar mota të gjithë praktikën që bënte Enver Hoxha në trajtimin e njerëzve që kishte rreth rrotull. Berisha është më kriminal nga Enver Hoxha, për shokët. Është më i pabes. Berisha është i pabes. Dhe duke qenë i pabes, natyrisht ka krijuar ekipin e tij dhe prandaj bën dhe pse këmbgul ai në mënyrë më kriminale për listat e mbyllura. Se do që të mbaj ekipin e tij ta ketë në çdo kohë, ta ketë me vete dhe që të jetë në pushtet. Nuk do jesh në pushtet Sali Berisha, po ta garantoj unë. Mbaj mend se ç'them sot. Nuk do jesh në pushtet dhe do vesh atë te vendi. Avokat, në një intervistë të fund të Ullum Pilinçit, ai ka theksuar se do ketë arrestime edhe mes gazetarëve, duke përmendur disa emra gazetarësh, moderatorësh dhe analistësh të njohur. Profesor Pilinçi këtë nuk e ka thënë tani për herë të parë. E ka thënë në mënyrë të përsëritur në disa intervista që ka dhënë në televizionet të ndryshme dhe në televizionin që ka hapur tani Shpresa.al. Unë kam besim në ato, i thot profesor Pilinçi. Dhe ato që ka thënë deri tani janë bërë, në fillim njerëzit i morën me shaka. Madje politikanët e quajtën kështu emër lese ja ka ardhur një atje një shqiptar i Amerikës edhe po flet. Mirë, po ato që thaj shqiptari i Amerikës janë direkt të urdhëruar nga shteti amerikan dhe është misionar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është një qytetar i thjesht. Nuk është një personalitet që ka dhënë për Shqipërinë që nga stërgjyshi. Nga stërgjyshi, gjyshi, babai, vetë ai dhe i kanë dhënë Shqipërisë 11 të vrarë nga komunistët. Dhe ai nuk është një njeri që thot një fjalë në ajër edhe e moriera. Jo, ka thënë do arrestohet Berisha, u arrestua, është në ndjekje penale. Ka thënë do arrestohet ky Erion Velia, u arrestua. Ka thënë do arrestohet zëvendës kryeministri. Edhe i ka thënë ti nga zëvendës kryeministri, je
Belinda Balluku, ti je togere e shërbimit sekret grek. Dhe dalë ta përministroj, thot jo. I ka thënë që je pa shkollë, dhe dalë thot që kam shkollë. Ka gënjur, si që gënjeu Erion Velia, po kështu gënjeu dhe kjo, dhe profesor Pilinçi nuk ka thënë vetëm për këtë Ballukun, ka thënë dhe për kryetarin e parlamentit aktualen, ka thënë dhe për atë që ke ministri jashtëm, Olta Xhaçkën. Tani, ai flet në emër të Amerikës dhe deri tani këto që ka thënë profesor Pilinçi janë bërë. Pra mendoni që do ketë arrestime në nivelin e gazetarëve? Patjetër që do ketë, sepse gazetarët dëgjoj, ju jeni gazetar, nuk e di sa vjet keni në media, por para disa vjetësh doli një lajm, më duket është thënë nga ish ministri i jashtëm grek Pangalos, që shteti grek ka paguar 10 mijëra euro gazetarëve shqiptarë dhe politikanëve shqiptarë. Dhe kjo është e vërtetë, se kanë mohuar. Pra, këta i ka shërbyer politikës greke deri tani. Dhe të gjithë ata që i shërbejnë politikës greke në dëm të interesave kombëtare shqiptare, profesor Pilinçi ka thënë që do arrestohen. Tani, se kur edhe se qysh, ai që që ka bërë këtë deklarata u del dhe zot. Avokat, a kemi goditje të bushme që priten të bëhen nga SPAK ditën e vazhdim? Goditje të bujshme do ketë, por ka një problem, një ngës që ka mbetur që sipas mendimit tim, akoma nuk janë gjetur personat e duhur për të krijuar qeverinë teknike, për të formuar qeverinë teknike dhe të shkojë pastaj të miratohet në parlament dhe qeveria teknike, mbas qeverisë teknike pastaj do fillojnë të tëra veprimet ligjore kundër antishqiptarëve. Dhe profesor Pilinçi ka ardhur këtu për të ngritur në këmbë shqiptarët e vërtet, atletarët e vërtet, duke ju treguar vendin dhe qelit e burgut, oligarkëve. Dhe në këtë rast i them, Zamir Mane, s'ki kujdes, Zamir Mane, se të vjen rrotull me sa shoh unë nga ai misionari amerikan. Dhe të gjithë ata që janë antishqiptarë, se këta kujtojnë se me që kanë pushtetin deri tani dhe i kanë të tëra, nuk do t'i kenë. Dhe do shkojnë të vendi. Kam një thirrje për demokratët, qytetarët demokratë, jo këta patronazistët e Salihut. Sali Berisha tani nuk quhet më Sali Berisha, po quhet Sali Beleri, Sali kështu Dule, Sali Idrizi, Sali Miçotaqi, Sali Dreqi Medbirin, ka futur në listat e mbyllura 8 veta që Elir Metën e tjerë. Pra, ju të nderuar vëllezërit e mi demokrat, të cilëve ju kam shoqëruar dhe ju kam marrë pjesë në çdo protestë deri në vitin 2005, duke qenë bindur se partia juaj ishte e djathtë dhe ishte për interesin kombëtar. Sali Berisha u ka tradhtuar. Ta dini, u ka tradhtuar. Dhe mos pranoni në asnjë mënyrë votime me lista të mbyllura. Se listat e mbyllura janë diktaturë, listat e mbyllura janë antidemokratike, janë anti-shqiptare, janë pro-greke dhe pro-sërbe dhe pro-ruse. Megjithatë, kam besimin absolut në fjalën e profesor Pilinçi që zgjedhje nuk do bëhen. Kjo ka marrë formën e prerë. Këta vinë vërdall kot. Kur thoni zgjedhje nuk do bëhet, i bie që do ketë qeveri teknike? Po, qeveria teknike do përgatisë vendin pastaj për zgjedhje, do ndryshojë kushtetutën, do ndryshojë sistemi politik nga republikë parlamentare në republikë presidenciale me 80 deputet dhe 41 senator. I ka thënë profesor Pilinçi në mënyrë të përsëritur, po i them dhe unë prapë sot, freskët fare, që nuk do ketë zgjedhje në Shqipëri. Zgjedhjet e 11 majit janë të shohëm në 11 maj vitit 2015. A kemi një emra konkret se kush do ta drejtojë këtë qeveri teknike? Jo. Jo kemi, jo se s'kemi ne, por nuk mund t'i deklarojmë tani sepse s'ka ardhur momenti. Një nga personazhet që nga sekretarët e shtetit, se kështu do quhet, sekretar shteti për bujqësinë, e deklaroi jam larg se partia profesor Pilinçi në intervistë e Fox News-i. Kështu që do kompletohet tërë ekipi i qeverisë teknike, do marrë urdhër parlamentit ta votojë me dëshirë, siç votoi me dëshirë 140 deputetët
që votuan unanimisht ata për reformën drejtësi, dhe qeveria teknike pastaj do përgatisi vendin për një afat, natyrisht, disa muaj ta përgatisi vendin për zgjedhje.